Parlamenti shqiptar shpalli sot Iranin shtet që sponsorizon terrorizmin. Me 79 vota pro dhe votën abstenim të Redi Muçit nga Lëvizja Bashk, kuvendi miratoi rezolutën që shpall Iranin shtet sponsor të terrorizmit. Në rezolutë bëhet thirrje qeverisë të shpall menjëherë Gardën Revolucionare Islamike si organizatë terroriste, si dhe të shpall gjithashtu Hezbollah si një organizatë terroriste proksi të Republikës Islamike të Iranit. Në rezolutë synojmë të dënojmë në mënyrë të qartë çdo formë të mbështetjes shtetërore për terrorizmin. Të dënojmë përdorimin e grupeve proksi për destabilizimin dhe të dënojmë përdorimin e mjeteve hibride përfshirë sulmet kibernetike kundër institucioneve të shteteve sovrane. Nëpërmjet kësaj rezolute i bëhet thirrje qeverisë të forcojë masat kombëtare dhe ndërkombëtare për të luftuar terrorizmin dhe kërcënimet kibernetike. Shqipëria e ka bërë qartë në mënyrë të vazhdueshme se siguria e saj kombëtare dhe integriteti i institucioneve tona demokratike nuk janë të negociueshme. Sulmet ndaj institucioneve të një shteti sovran nuk mund të relativizohen dhe nuk mund të kalojnë pas një përgjigje. Dhe rezoluta që kemi sot përpara është pikërisht një shprehje e qartë e kësaj përgjegjësie. Në këtë seancë mungoi opozita, e cila një ditë më parë vendosi ta bojkotojë parlamentin pasi fillimisht në rendite ishte parashikuar vetëm miratimi i kalendarit 3 javor. Por Partia Demokratike ju bashkua vendimit të parlamentit duke shpallur Iranin shtet sponsor të terrorizmit. Në një njoftim për mediat, Partia Demokratike deklaroi se shpall gjithashtu Gardën Revolucionare si organizatë terroriste. Partia Demokratike mbështet përpjekjet e SBA-s dhe Izraelit për përmbysjen e diktaturës mizore teokratike të ajatollahëve dhe zëvendësimin e këtij regjimi me një qeveri të zgjedhur nga populli, theksohet në deklaratën e Partisë Demokratike.